Kthimi amerikanëve duket se ka rikthyer guximin e SPAK dhe gjykatës speciale. Vetëm sot 3 zyrtarë të lartë janë proceduar penalisht. Olga Xhaçka bashkë me bashkëshortin Bars Paia dhe Elir Beqe. Ata mund të përballen me masa serioze penale, ndërsa pronat e SPAK-ut 2 prej tyre janë sekuestruar dhe rrezikojnë konfiskimin. Por sigurisht tani mund të fillojmë të spekulojmë pak mbi një të vërtet guximin e SPAK. Në raportin vjetor që prokuroria e posaçme dorëzoi në kuvent po sot, folën të tjera për presione kriminale, mediatike, por edhe politike. Atua e kishin vetëm për PD-n, Berishën dhe Ilir Metën. 2 nga 3 proceduarit sot janë kandidat për deputet, një majtas dhe një djathtas. I treti, Beqaj, është nërkohë në burg. Duket sikur SPAK ka një balans politike pas kthimit amerikanëve në përdorimin e shpatës, por kjo ndoshta është rastësi. Nuk është rastësia, mas se sot kemi një opozitë të dobët dhe ndërhyrjet e SPAK, nëse mund quhen të tilla, po dobësojnë vetëm qeverinë. Futu te kthimi i amerikanëve duket sikur ideja plotësohet. Amerikanët kthehen, por me mendje tjetër dhe cila mund të jetë ajo. Por për më shumë, cili pritet të jetë efekti kësaj sjellje të SPAK në humoret politike të shqiptarëve? Mazharanca duket qartë se është në pozita agresive në këtë parafushat, ndërsa Berisha duket i dorëzuar te vendi i dytë. Por një ditë më parë, një real story, një figurë historike e majtës, Pandeli Majko, tha se Partia Socialiste rrezikon të shkojë vetëm te 70 mandatet nëse nuk zgjohet nga gjumi për të mos lënë stresën ngri të bjerë në dorën e partive të reja. Te ky pojimi Majkos është vetëm një pjesë e të vërtetës që kërkojmë. Pjesa e dytë është, a mos po kërkojnë amerikanët një fitore si të Piros për Ramën, dhe nëse Rama e ka kuptuar këtë, a mos vallë po kërkon ai një fitore më të qartë se në vitin 2021? Dhe nëse ndodh kështu, a rrezikon më pas SPAK fatin e saj? Për këtë do flasim sonte, sikle.